Përshëndetje, unë jam Aldo Solollari dhe do doja të ndaj eksperiencën time personale se si e pash aktivitetin e ditës së dieshme për ditën botërore të familjes. Shoqata e gjatë kishte aktivizuar një turne shumë të bukur, le të themi muzikor, po edhe një piknik për të gjithë anëtarët e shoqatës shqiptare të shpëtimit, po edhe për anëtarët iranian dhe shqiptar, ku organizuam një piknik shumë interesant me muzikë popullore shqiptare, gjithashtu dhe muzikë iraniane. Të gjithë morën pjesë nga anëtarët dhe dashamirësit e shoqatës shqiptare të shpëtimit, por ajo që më tërhoqi më shumë vëmendje dhe unë ndjeva shumë i lumtur dhe krenar për këtë aktivitet, sigurisht ishte edhe fakti që shumë shqiptarë të cilët po kalonin rastësisht ku ndodhej ky event në liçenin e Tiranës, po ndalonin dhe po frekuentonin eventin ton duke marrë pjesë, duke kërcyer shqiptar shumë turist edhe të huaj të cilët kishin kuriozitet për kulturën tonë shqiptare, për kërcimet tona aq të bukura, edhe ndaluan duke gostitur një pjesë së bashku me ne dhe duke pyetur anëtarët e shoqatës tonë se për çfarë bëi fjalë dhe të gjithë secili prej nesh po i tregonin historinë e tyre dhe arsyen se pse po bëi ky event. Ky event në fakt ishte për të kujtuar dhe për gjithë anëtarët të cilët i kanë familjarët e tyre larg jo këtu në Shqipëri dhe i kanë në shtetin e Iranit, ku prej shumë vitesh i kanë patur një mos komunikim midis njëri tjetrit për shkak të arsyeve politike të organizatës Mujahedine, të cilët rregullore të kampit të tyre, të këtyre le të themi azilantëve të cilët i mbanin si antar për të qenë pjesë e këtij kampi, nuk i lejonin të aksesoheshin nëpërmjet teknologjisë së telefonit për të komunikuar qoftë nga telefoni me ta. Pra, shumica të eventeve jetësore dhe gjërave kryesore që këta antar kanë kaluar në jetën e tyre, e kanë kaluar tashmë vetëm, pa familjen e tyre dhe pa gjakun e tyre. Kjo është arsyeja për të cilën ne si shoqat kemi vendosur të jemi një familje për ta. Edhe jam shumë i lumtur që anëtarët iranian të kësaj shoqate e kanë gjetur familjen e tyre këtu në Shqipëri, ku shumica prej tyre janë martuar me vajza shqiptare, kanë bërë fëmijë dhe janë integruar më së miri në komunitetin shqiptar. Dhe jam shumë i lumtur që Shqipëria i ka pritur këtë komunitet me krah hapur, duke festuar të gjithë së bashku dhe duke qenë në të mirën në të keq si një familje e madhe. Faleminderit.